Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një darkë pune me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për punën e jashtme dhe politike siguri Kaja Kallas. Tema kryesore ka qenë diskutimi për marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, reformat evropiane dhe plani i rritjes. Gjatë takimit, Kurti ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe theksoi progresin që ka bërë Kosova në përputhje me politikën e jashtme, me atë të Bashkimit Evropian dhe në reformat e brendshme. Ai theksoi rëndësinë e këtij procesi, i cili sipas tij është i njohur edhe në raportet zyrtare të Bashkimit Evropian për Kosovën. Kurti përshëndeti vendimin për nisjen e largimit gradual të masave kufizuese ndaj Kosovës, por theksoi se ata duhet të hiqen plotësisht dhe se Kosova meriton statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në takim u trajtuan edhe zhvillimet pas zgjedhjeve të fundit dhe përpjekjet për formimin e institucioneve të legjislaturës së nëntë. Në lidhje me dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kurti nënvizoi rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Ai gjithashtu kërkoi që Serbia të mbahet përgjegjëse për sulmin në Banjë dhe kërkoi dorëzimin e Milan Radojčić, i akuzuar për përfshirje në këtë ngjarje. Një tjetër çështje ngritur nga Kurti ishte ajo e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Ai vuri në dukje shkeljet sistematike nga ana e Serbisë dhe kërkoi nga Bashkimi Evropian veprime konkrete për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc.